رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bani pjesëmarrës të këtij dini. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bani nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit më të zgjedhur, vula e pejgamberëve të Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jall sot do të jetojmë disa çaste me temën dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mes realitetit dhe pretendimeve. Pra vëllezër të ndershëm, pyetja e cila duhet ta parashtron çdo besimtar vetes së tij, vallë, sa ne dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kurse Allahu Azza wa Jall tregon për pejgamberin Allahut në shumë ajete ku Allahu thot: "Wa rafa'na laka dhikrak", emrin tënd o Muhammed ta kemi ngrit. S'ka krijes e lavdruar, s'ka krijes i përfaqen e tokës e as në qiell që falëndrohet, lavdrohet më shumë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, a ke pa krijesë më të mirë se sa pejgamberi Allahut, ku Allahu Azza wa Jall betohet në jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç e dim se Allah ka të drejtë në çka të don të betohet, ndërsa ne kemi të ndaluar që të betohemi një diken tjetër pos Allahun Azza wa Jall. Mirë po si zakonisht Allah nuk betohet në diçka vetëm në atë që është e çmuar, është me vlerë të Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Thot Allahu pasha jetën tonë, vërtet ai ummet, pra ummeti që efton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të hutuar në dehjen e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është diç e preferuar, mirë po dashuria e pejgamberit Allahut është e obliguar. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: "Nuk ka besu asnjëri nga ju, pra nuk e plotson besimin e tij, po dhe nuk beson nëse në esencë nuk ka dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka besu asnjëri nga ju, përderisa të jem në zemrën e tij më i dashur te ai se sa veçja e tij, se sa famit e tij, se sa prindërit dhe të gjithë njerëzit." Për këtë arsye na transmeton Abdullah ibn Hishami, i cili thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu, dhe Omeri jo drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, ti je më i dashur te unë, ti të du ma shumë se çdo kënd për pos vetën time, e du pak ma shumë se ti." Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëre ju përgjigj Omerit, tha: Jo, ja Omer, ende ja Omer, nuk e ke thonë dhe nuk e ke bo atë që Allahu Azza wa Jall të ka obligu dhe ka lip nga besimtar. Pastaj Omer ibn Khattabi mendon një çast dhe i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ja Rasulullah, ti je më i dashur te unë se veçja ime." Ibn Hajar Asqalani në këtë hadith thot: pejgamberi u përgjigj dhe i tha: "El ane ja Omer, tash ja Omer."
Ibn Hajar Asqalani në komentin e këtij hadithit thot: pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj Omerit dhe tha: tash e ke thonë atë që duat, besimtari ta vepron dhe ta thot. Pa parashtrohet pyetja se si ndryshoi mendja Omerit për disa çaste të shkurtëra. Pra Omeri u nal vetën e tij dhe o konsultu me vetën e tij dhe i tha: ja Omer, ti që pedon vetën tonë ma shumë se pejgamberin Allah, a harrove ja Omer se një ditë ishe i humbur, Allahu me këtë pejgamber të qiti në dritë? A harrove ja Omer se me pas vdek në qatë gjendje do të kishe qenë banori zjarit? Kush të shpëtoj ja Omer? Nga zjari i xhenemit a nuk është pejgamberi Allah, pra kush e meriton të duhet? A vetja jote apo pejgamberi Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: tash ja Omer. Gjithashtu transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon dhe thot: e ka shiju ambëlsirën e imanit ai i cili ka këta tri cilësi. E para nga jo ai që e don Allahun dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kënd. E ka shiju ambëlsirën e imanit. Pra ata që rebelohen ndaj sunetit pejgamberit Allah, ndaj Allahut azza wa jall, janë ata të cilët ende imani nuk i ka prek zemrat e tyre. Për këtë arsye, shumë let i lojnë sunetet e pejgamberit Allah, shumë let e braktisin urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çka se ende imani nuk ka depërtuar zemrat e tyre dhe ende se kanë shiju ambëlsirën e imanit. Për këtë arsye transmetohet nga Hasan al-Basriu, i cili kur lexonte këtë hadith të pejgamberit Allahut apo ndëgjonte qante, cilin hadith? Hadithin e trungit të hurmës, ku pejgamberi Allahut fillimisht ligjeronte dhe u mbështette në ta apo hipte. E pastaj pejgamberi Allahut kur e mor minberin, hipi pejgamberi Allahut të xhumon e parë në minber. Trongo i hurmës ja nis me çajt, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbrit prej trongës së hurmës, zbrit prej minberit, e përqafon trongën e hurmës dhe i thot: hesh. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hip në minber dhe thot: mos me pas përqafu dhe me qetësu, do të kishte çajt den ditën e gjykimit. Hasan al-Basriu kur e ndëgjonte këtë hadith thonte: vëllezër musliman, trongo i hurmës një dru po çan, për shkak se u përmallu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A nuk jemi ne më meritor të përmallomu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të çajmë për dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Shokët e pejgamberit Allah ishin ata që i patën burë zemrat e tyre me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetët Ali ibn Abi Talib dhe i thoi një Ali: si ishte pejgamberi Allahut në mesin tuaj i dashur? Ali ibn Abi Talib u përgjigj dhe tha: pejgamberi Allahut ishte më i dashur te ne se fëmijët e tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i dashur te ne se prindët tonë. Dhe pejgamberi Allahut ishte më i dashur se ne te ne, se sa uji i freskët për të eturin në ditën e nxehtë. Gjithashtu Ebu Sufjani në kohën ende para se të kalon në Islam, e robëruan një shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i quajtur Zeid ibn Dathina. Në Mekke robërohet Zeid ibn Dathina, dhe në koha për të ekzekutu Zeid ibn Dathina, provokon Ebu Sufjani Zeidin dhe i thot: ja Zeid, a kishe pas dëshirë që pejgamberi Allahut të kishte qenë në vendin tonë dhe ta ekzekutonim dhe ti të ishe në familjen tonë? Zeid ibn Dathina jo përgjigj dhe tha: vallahi, s'kam dëshirë që një therë ta ngacmon kamën e dërshme të pejgamberit Allahut, e unë të jem të familja ime
ma e dashur të unë të jem të ekzekutohem në këtë vend, se sa të therrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Sa'd ibn Muadhi, i cili thot në luftën e Bedrit, dolëm ne disa shok me pejgamberin Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tham, ja Rasulullah, ta ndërtojmë një çadër larg vijes së frontit, ta bëjmë një koltok të ulesh në ta, dhe ne nëse nga dhënjejmë ndaj mushrikëve, ndodh ajo që e dëshirojmë. Nëse ndodh e kundërta, ja Rasulullah, kemi shok në Medinë, që vallahi të dojnë ma shumë se na që jemi këtu, dhe me pasdit ata se ballavaçohen me armikun, kishin qenë me ne, qëndron t'i gjallë, ja Rasulullah, kthesh në Medinë dhe i gjenë ata që i kanë përmbush zemrat e tyre me dashurin ndaj teje dhe vazhdon daveti në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu, në luftën e Uhudit o shpall dhe u publikua se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë mbyt, o trondit të gjithë Medinja, kur e lajmi se vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vrapon një gru drejt Uhudit, që na tregon Anas ibn Malik, kësaj gru i pat vdek në këtë betejë, u mbyt burri, i vdiq dhe u mbyt djali, i vdiq baba dhe i vdiq vëllau. Takon me këtë gru në këtë betejë, në drejtim të Uhudit që e vraponte, dhe pytte dhe thonte, a është e vërtet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e kanë mbyt? Jo përgjigjen dhe thanë, burrin tanë e kanë mbyt. Thas po bajnë fobis për burrin tim, as për djalin tim, as për babën tim, as për vëllaun tim, po pys për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pasi që e pa pejgamberin Allah, jo përgjigj kjo gru dhe i tha, ja Rasulullah, pasi ti e gjallë çdo sprov, çdo musibet, ash e let për derisa ti e gjallë. Pra vëllezër të ndershëm, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thanë, ja Rasulullah, kjo është pasuria jonë, po këto janë dhe shpirtat tonë pranë teje. Nëse ornon, ja Rasulullah, që të zhitemi të him detit në kam, do të bojmë vallahi. Këto janë ata zemra që e dashtën pejgamberin Allah, që dhe armikët e islamit dëshmuan për dashurinë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj pejgamberit Allah. Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafiu, pasi që o taku me pejgamberin Allah dhe i pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafiu i tha, unë kam qenë ai i cili kam taku shumë breta dhe shumë qeveritar, s'kam pa njerëz që e dojnë një njeri ma shumë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kol fliste pejgamberi Allah, si që ndroshin shokët e pejgamberit Allah, na bashkua në hadithe se shokët e pejgamberit Allah që ndroshin heshtur, pa lëviz, si kurse në kokat e tyre që ndron nga një zog. Kështu e ndëgjoshin dhe respektoshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn As transmeton dhe thot, s'ka pas njeri ma i dashur në zemrën time se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po nëse lipet nga unë dhe kërkohet që ta përshkruj, s'ka mundësi t'ja përshkruj. A dini përse Amr ibn Asi se ne përshkun të pejgamberin Allah, tha nga se nga respekti dhe nderi, asnjëherë se një kam shlu sit në fytyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa në transmetohet nga Habibe, vajza e Ebu Sufjanit. Ebu Sufjani në atë ko ende mushrik. Habibe, bashkërte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ven Ebu Sufjani në Medine, hin në dhomën e vajzës së ti Habibe, nxiton vajza Habibe dhe e tërheq sendin të cilën në ulte pejgamberi Allahut, nga se baba i saj tentoi të ulet në vendin e pejgamberit Allahut.
e pyet Abu Sufjani dhe i thot: Ja Habiba, o i vajza ime, përse e largove sendin që ulte pejgamberi Allah? Tha: ti e mushrik dhe i papastër, s'kam dëshirë që të ulesh në atë vend ku ulet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allah të respektonte dhe u donte, derisa Enesi transmeton, tregon dhe thot: dirët e pejgamberit Allah u trokitshin me thoj. Pra për shokët e pejgamberit Allah, për mos të shtetësu pejgamberin Allah, kur shkoshin në derë, trokitshin me thoj. Aq urt dhe aq trokitshin në dirët e pejgamberit Allah, në veçanti pasi zbriti fjalë Allah, që Allah e ndalon të ngritet zoni i sahabëve, shokëve të pejgamberit Allahut më lartë se zoni pejgamberit Allahut. Prej asaj dite në transmeton Ibn Zubejri dhe thot: Omer ibn Khattabi kur e pyet të pejgamberin Allahut me zot të ulur, derisa pejgamberi Allahut pyette dhe thonte çka pyeti. Ndërsa Thabit ibn Qaisi kur zbritën ajetet e parë të suratul Muhujarat, e kishte zonin e lartë. Thabit ibn Qaisi qëndroi në shtëpi dhe po çan. Pejgamberi Allahut pyet për Thabitin dhe thot: ku është Thabiti? E dërgon një shok të tij që të bën lajmet për Thabitin. Thabit ibn Qaisin e gjen në shtëpi duke çaj. E pyetin pse po çan. Thot se kjo ajet ka zbrit për mu dhe unë do të jem prej banorëve të zjarit. Nga se Allahu thot në Kur'anin Kerim: ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ajo që keni besu, mos e ngritni zonin më lartë se zoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta kjo ajet ka zbrit për mu dhe jam banor i zjarit, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qetësoi Thabit ibn Qaisin dhe i tha: ti nuk je banor i zjarit, po je banor i xhennetit. Pra vëllezër të ndershëm, shokët e pejgamberit Allah ishin të kujdesshëm që mos ta ngritin zonin më lart se zoni pejgamberit Allah. Çka mendon për ata të cilët japin vendime në dinin e Allahut azza wa jall dhe dalin para Kur'anit Kerimit dhe sunnetit pejgamberit Allah? Këto janë ata të cilët se kanë respektu pejgamberin Allah, janë ata të cilët e kanë nënshmu sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E më trondit se ash për ata të cilët Allahu azza wa jall ja mundsoi që ta kuptojnë sunnetin e pejgamberit Allah. E pasi që e mundsuan, e kuptuan sunnetin e pejgamberit Allah, e lanë pas dore dhe i dhanë përparësi epshit të tyre dhe e lanë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga respektimi dhe dashuria e pejgamberit Allah, anshin çdo rast të jetë të ketë përparësi sunneti i pejgamberit Allah. Fjala e pejgamberit Allah gjithnjë duhet të jetë para nesh. Nëse ne pretendojmë dhe mendojmë që e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pa ato ndëgjoni nga Imam Malik, kur u pyet për Ajub Sakhtianin, Imam Malik tha nga Ajub Sakhtiani s'kam transmetu asnjë hadith derisa Ajub Sakhtianin e kam taku në haç. Pas asaj dite Imam Malik bëhet talebe Ajub Sakhtiani, merr hadithe nga Ajub Sakhtiani. A dini përse? Kush e boni Imam Malik që të merr hadithe, të merr mësim nga Ajub Sakhtiani? Tha nga se kur e takova në haç, nuk u përmendte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm Ajub Sakhtiani çante prej edukatës dhe respektin ndaj pejgamberit Allahut. Pas shkak respektit pejgamberit Allahut, tha meriton ky njeri që të bën talebe këtij. Pra vëllezër të ndershëm, a meritojmë ne të jemi xhamat? A meritojmë ne të jemi talebe atyre që e përbusin sunnetin e pejgamberit Allahut, bajnë hajgare me sunnetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e harrojnë urdhin e Allahut, që Allahu i tha: nëse pretendoni dhe mendoni se e doni Allahun,
hasni mas sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmetohen nga Muawija që janë lajmi Muawijes dhe në vizit Kabis ibn Rabia dhe shoku pejgamberit Allahut Muawija e lën kultullkin dhe pallatin e tij dhe del me prit Kabis ibn Rabia. A dini pse del Muawija për ta prit Kabis ibn Muawija? Nga se i ka lajmi që Kabis ibn Rabia i përngjet në fizionomi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muawija del e prit, e përqafon dhe e puth në ball, për çka se respektonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi që njeriu të mendon se e don pejgamberin Allahut, përmenet pejgamberi Allahut ai hesh, nuk i çon salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse pejgamberi Allahut ka thonë, s'ka për të hi në xhennet ai i cili përmenën përmenet emni im në mejlisin e tij, ai nuk më çon salavat. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu azza wa jall na kujton Kurani Kerim, na tregon se Allahu i ka thu salavat. Allahu e ka përmen për mirë pejgamberin Allah. Melekët i çojnë salavat, ndërsa muslimanët kur përmenet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i çohet salavat. Nga respektimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që kur të përmenet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti çohet salavat. Nga respektimi dhe dashuria pejgamberit Allah është që mos të ftohet dhe të thirret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhammedi. Allahu ka ndalun Kurani Kerim që pejgamberin Allahu t'i thoj Muhammedi, po për Allahu azza wa jall ka thonë Kurani Kerim, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a bainakum ka du'a i ba'dikum ba'da. Nuk ka guxim besimtar, nuk ka të drejtë shok të pejgamberit Allah që të ftojnë pejgamberin Allah, o Muhammed, po t'i thojmë ja Rasul Allah, o i dërguari Allah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jo ka thonë Muhamedi, ka thonë profeti. Pra vëllezër të ndershëm, ka thonë pejgamberi Allah, ka thonë i dërguari Allah. Kështu na ka mësuar dhe na ka edukuar Allahu azza wa jall. Allahu të gjithë pejgamberët i ka thënë Kurani Kerim me emra, ja Musa, ja Isa, përpos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thënë me emën vetëm një vend, edhe në atë vend ja ka bashkëngjitën Rasulullah. Ka thënë Allah, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, Muhammedi nuk është baba i asnjënit nga jush. Pastaj ja ka bashkëngjit Allah, për shkak se ka respektuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë walakin Rasulullah, por është i dërguari Allah. Gjithashtu për respektit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet që të respektohet dhe xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na transmeton se Sa'ib ibn Yazid i cili thot, isha ulur në xhamin e pejgamberit Allah, më preki njëri me kom, tha hedha shiqimin, kur e pash Omer ibn Khattabin, Omerin porositi dhe tha shkoftoj që të di, tha shkova i thira këta të di, dhe i pyti Omeri prej nga ini, tha jena nga Taifi, tha mos kishi qenë prej Medine, tha do t'ja kishtë nxeshën shpinën e juaj me këtë shtak. A nuk e dinim se në këtë vend është i vorosur pejgamberi Allah. Kjo e faltoria xhamia ku a fal pejgamberi Allah. Në këtë vend ka zbrit Gjibrili, nuk jo lejo ta ngrit nizanin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, nga dashuria e pejgamberit Allah, shenja e vërtet e dashurisë pejgamberit Allah është të respektohet hadithi pejgamberit Allah. Na transmeton Amr ibn Mejmuni i cili thot, vetëm një herë e kam dëgjuar Abdullah ibn Mesudin që ka thonë pejgamberi Allah. Dhe atëherë kur ka thonë Abdullah ibn Mesudi ka thonë pejgamberi Allah, tha e kam po e ka lagën mjekrën e tij duke çaj. A dini përse? Për shkak se Abdullah ibn Mesudi Afrikë se po janë gjetë diçka pejgamberit Allahut pa e thonë. Pasherë që ka tregu hadith të pejgamberit Allahut, ka thonë Abdullah ibn Mesudi, parafërsisht
apo kështu diqish, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka prerë Abdullah ibn Mesudi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa hutbe në ndëgjojmë nga xhallar, thonë ka thonë pejgamberi Allahut, vallahi s'ka thonë. A pejgamberi Allahut ka thonë, men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ai cili gënjen për pejgamberin Allahut, le të përgatitet për një vend në xhenem. S'ka thonë pejgamberi Allahut, s'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë ka thonë pejgamberi Allahut, lexoni Jasinin për të vdekur. S'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos gënjeni, nga se gënjeshtari ka vendin në zjarr. Për këtë Abdullah Mesudi edhe pse e ka ditë, se ka thonë pejgamberi Allahut, Afrikë se peshton një fjalë, Afrikë se pëndrishon një fjalë, Afrikë se peshton një shkronjë, pa ata ka thonë parafërsisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo kështu diqish ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa muhadithët, ato që i kanë transmetu hadithët e pejgamberit Allahut, e kanë preferu që të kur tregojnë hadithet pejgamberit Allahut të jenë me abdes. Ndërsa njoni prej nesh e lexon fjalën e Allahut, Kurani Kerimin, e pa abdes. Ndërsa se lefët parë ton nuk kanë tregu hadithet pejgamberit Allahut pa abdes. Derisa Ameshi transmetohet kur s'ka pasën mundësi të merr abdes, është pit me një vend për një hadith pejgamberit Allahut ka marrë tejemum, e pastaj është përgjigjer për shkak respektit fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Imam Malik kur dilte për të treguar hadithe pejgamberit Allahut, mirë të avdes, i veshte teshët më të mira, e mbulonte kokën, u dretonte, u krante, e pastaj tregonte hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ibn Anesi e pyetën një ditë dhe thanë, ja imam, përse s'nuk e mor hadithe nga Ebu Hazimi? Ta për shkak se kur shkojshte ndesin e ati kishte kallaballëk. Pse ja imam, qka të pengoj kallaballëki, që ti transmetojsh hadithet që i tregon të Ebu Hazim, ta ishmi kallaballëk dhe s'kishte vend mu ull, tha nuk e preferojshte të marrë hadith pejgamberit Allahut e unë në kom. Nuk e preferon të Imam Malik të merr hadithet pejgamberit Allahut në kom. Ndërsa unë shkoj me disa derse, i tregoj dhe thom, ka thonë pejgamberi Allahut, njani shtrihet kokër shpinës, njani në barqa dhe thot, fol hoq se na knoqe. Pra vëllezër të ndershëm, si ka mundësi të respektohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse Waqi transmetohet talebat e Waqiit, kur tregonte hadithet pejgamberit Allahut, qëndronte xhamati si me qenë namaz. Qëndronte xhamati si me qenë namaz. Gjithashtu transmetohet nga Ayub Sakhtianiu, i cili ndalonte talebat të dhenin lapsin, apo të flasin, apo të busqeshen, kur tregohet hadithi pejgamberit Allahut, nëse njani u busqeshte, e linte vendin i mirë të nallët dhe hecte, dhe dhënte s'ka vend në atë vend që nuk ka seriozitet në mirjen e hadithet pejgamberit Allahut. Pra na parashtrojmë pyetjen pse sot nuk na sjellin dobi hadithet e pejgamberit Allahut, se na kur ti ndëgjojmë nuk kemi serios. Kur ti ndëgjojmë hadithet e pejgamberit Allahut nuk kemi serios. Ato kanë qenë më serios se ne. Hadithet e pejgamberit Allahut kanë bën vend në zemrat e tyre, për çka se kanë ditë me ndëgju, kanë ditë me respektu hadithin e pejgamberit Allahut. Nga respektimi pejgamberit Allahut është me besu dhe me thonë e ka thonë të vërtetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo hadith. Hasim njerëz të cilët nuk i pëlqen një hadith, thot sa e për një me. Nuk është kjo hadith. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu në Kurani Kerim flet për saktësinë e pejgamberit Allahut për atë që e flet. Dhe thot: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për jamendjes së vet, po flet prej anës së Allahut. Pra Allahu nuk gënjen. Pejgamberi Allahut s'ka mundësi të gënjen. Pra ata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha që Abu Bakr Siddiq ishte në skaj të Mekës
Dhe pejgamberi Allahu atë natë shkoi në Isra, kaloi një pjesë të natës prej Mekë në Kuds dhe u kthi dhe shkuan disa të luhatën në besimin e tyre. Shkon te Abu Bakr Siddiku dhe i than: "Ja Abu Bakr, shoku jot pretendon se ka shku me një pjesë të natës prej Mekë në Kuds." Tha: "Është e vërtet që e ka thonë?" Tha: "Është e vërtet." Tha: "Unë e besoj që ka shku edhe më larg." Tha: "Si pe beson ti katë të cilën s'ka mundësi logjika e njerit të pranon?" Tha: "Unë e pe besoj se Allah ja dërgon Gjibrilin prej lartë, prej mbi 7 katë qiell, e s'pe besoj kalimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në një pjesë të natës prej Mekë në Kuds." Për atë, ka sekreti se Abu Bakr Siddiku prej atë ditë e është emërtu e Siddik besnik, Abu Bakr besniku. Për atë erë një njeri, erë një bari te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: "Ja Rasulullah, më ka ndodhur sot një ndodhi e çuditshme." "Çka të ka ndodhur?" Tha: "Ka ardhur një ujk, ma ka gabit, ma ka morë një del. Ka shku që marë delën, ujk ka shull dhe ka thonë: sot po më merë delën, ditën kur do t'jem unë bari i baktive, i delëve, atë ditë se në më merë." A që ditë bariu, ujk u flec, a një njeri tha: "Ja Rasulullah, kam hip lopës, duke esë rrugës." Lopa anal dhe ka thonë: "Zbrit, s'jam kriju me bajt, jam kriju me dhonë tomël dhe me lëru." Arte pejgamberi Allah, i tregun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka tha pejgamberi Allah? Tha: "Unë këtë e besoj, Abu Bekri e beson dhe Omer." Dëshmia e pejgamberit Allahut për Abu Bekrin dhe Omer, për çka se si që beson pejgamberi Allahut, e beson të Abu Bekr dhe Omeri. Më këtë e ka arrit shkallën më të lartë Abu Bekri dhe Omeri, po të gjithë shokët e pejgamberit Allahut, se ata nuk ishin në dimendje. Pejgamberi Allahut a bethon të vërtetën ajo, por çdo sen që e fliste, pejgamberi Allahut e dinti se hak dhe e vërtet. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën prej atyre të cilët i kapmi hadithet e pejgamberit Allahut, i pranojmë dhe veprojmë me ta, e të shmojmë sunnetin e pejgamberit Allahut, si na ka hije dhe si na ka porosit Allahu azza wa jall, dhe ndjekmi rrugën e pejgamberit Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, nga respektimi dhe dashuria e pejgamberit Allahut është që të pranohen çdo sen që e thot pejgamberi Allahut, të veprohet me atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim na ka porositur që të respektojmë Allahun, të respektojmë pejgamberin Allahut, të veprojmë me atë të cilën na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga respektimi i dhe dashuria e pejgamberit Allahut është që të gjikohet me atë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjiku, derisa Allahu azza wa jall na tregon për munafiqët, ata të cilët s'janë të gatshëm të pranojnë çdo gjikim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu azza wa jall në përmes disa ajeteve na tërheq vërejqen. Gjithashtu nga respektimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vëllezër të ndershëm të respektohet sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të respektohet dhe të mbrohet sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga respektimi dhe dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të duan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahu thot: "La tasubbu ashabi", mos i ofendoni shokët e mi, mos e ofendoni shokët e mi, se njëri nga ju e jep sadaka, e jep lëmosh, një kodër me altan, s'ka mundësi të arrin atë që e ka arrit një sahabi kur e ka dhonë 1 gram. Pra vëllezër të ndershëm, nga se ato janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët sakrifikuan për pejgamberin Allahut, e mbrojtën pejgamberin Allahut. Ebu Talha jetoi i paralajzuar me dorën e tij. A dini pse? Për shkak se e qiti dorën e ndershme të tij, për të mbrojtë fytyrën e pejgamberit Allahut,
në luftën e Uhudit. Saad ibn Rabi' shkoi në luftën e Uhudit dhe dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të takon Zeid ibn Thabit. Thot ja Zeid, shiqoje Saad ibn Rabi' çka ka bo? E gjen Zeidi Saadin të plagosur dhe thot të bën selam pejgamberi Allahut dhe pyet për ti ja Saad. Thot wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. I çon selam dhe ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është përblejt për sakrificën, Allahu është përblejt për kontributin. Mirë po çani selam shokëve të mi. Ja Saad ibn Rabi', cilin selam e ke të fundit, çoj selam shokëve të mi. Nuk kanë arsye për Allahu azza wa jall. Nëse ngacmohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ju jeni gjallë. Pravditni pas e të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mbrone pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sot ne nuk kemi gjendje ta mbrojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shlu mjekër, e ka kri Universitetin e Medinës, ja ka fillu bidatat rrefall, e ka lënë sunetin e pejgamberit Allahu. Thuaj se ki suneti pejgamberit Allahu në ka let, për vledhët të ndëshëm, kanë sakrifiku dhe kanë dhënë gjak, kanë dhënë jetë njerëz të cilët ne i kanë pru sunetin e pejgamberit Allahu. Ne nuk kemi gjendje të bëjmë sabër dhe durim dhe të mbrojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç na ka hije dhe siç na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, gjithashtu duhen të dojmë shokët e pejgamberit Allahu, të cilët dhanë sakrificën më të lartë dhe të bëjmë dua për to. Nga se Allahu ka thonë në Kur'anin e Kerim: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Allahu i lavdron ato besimtar që kanë ardhur më sahabëve, bëjnë dua për sahabët, për shokët e pejgamberit Allahu. Dikush bën dua, lutet për to, ndërsa të tjerë i ofendojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç transmeton Aisha radhiyallahu anha, janë porosit njerëzit të bëjnë dua për shokët e pejgamberit Allahu, e ato i kanë ofenduar. Pra vëllezër të ndershëm, siç po i shoh me ditët të sotta, masakrat e shumta në familje në Siri. A dini përse ato i bojnë këta? Nga se janë armiq të Islamit, armiq të pejgamberit Allahu, armiq të shokëve të pejgamberit Allahu. Çka pritet prej atyre që ofendojnë shokët e pejgamberit Allahu? Transmetohet me një rivajet, thuat janë pyetën krishterët dhe i kanë thonë: "Cilët njerëz janë më të mirë në rrugën toksor?" Ka thonë shokët e Isait, i kanë pyet shijat e fliqur dhe i kanë thonë cilët janë shokët më të ligë si përfaqen e tokës. Kanë thonë në shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, jo e dini se çifutët e kanë akuzuar nanën e Isait Merjemin që ka bën zina. Këto shijat janë të njëjtë sikur çifutët që akuzuan Aishën radhiyallahu anha me zina. Pra vëllezër të ndershëm, kanë shumë ngjashmëri njëri me tjetrën. Thua se atë çifutët dhe Izraeli që e ka bën Palestinë, atë që e ka bën shumë herë më tronditse e bojnë shijat e fliqur në Siri, për çka se janë armiq të Kuranit, armiq të sunetit pejgamberit Allahu. Siç ka thonë Imam Malik, këto kanë dashur me i thonë njerëzve, shokët e pejgamberit Allahu njerëz më të ligë, s'kan pas guxim me i thonë se njeriu më i ligë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për çka se është normale të njerëz të mendojnë, të logjikojnë, pasi të ndëgjojnë dhe të thojnë, pasi shokët e këshih, sigurisht të ai i keq, se për ndryshe i kishte pas shokët e mirë. Kështu thot Imam Malik radhiyallahu anhu, Abu Zura, thot ato janë armiq të Kuranit, armiq të sunetit pejgamberit Allahu. Kush na pru Kuranin, kush na pru sunetin? A nuk është Abu Bekri? A nuk është Omeri? A nuk është Uthmani? Këto janë ata që afrohen te Allahu, duke i shoh, duke i nxjerr prej dinit të Allahut azza wa jall dhe duke i ofendu shokët e pejgamberit, duke i ofendu gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, gjithashtu nga respektimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë çmohet dhe të respektohet familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se siç e dim, ka në Omer ibn Khattabit radhiyallahu an, pat një vit thatësi e madhe. Omer ibn Khattabi radhiyallahu an e afroi Abbasin, miqën e pejgamberit Allahut, të bën dua. A dini pse vëllezër të ndershëm nuk bani Omer ibn Khattabi? Nga se Omeri tregoi dhe tha: "O Zot i madh, kur ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ishte shi, pejgamberi Allahut bante dua dhe na sjell sheshi,
Sot ne nuk kemi shih. Pra familjen e njëri nga familja e pejgamberit Allahut. Ne jemi ata që po afrojmë të bëjmë dua dhe shpresojmë që Allahu do të na përgjigjet. Gjithashtu transmetohet sa i kanë respektuar dhe i kanë nderuar familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Hasan ibn Husaini ibn Aliu, prastërnipi Ali ibn Abi Talib, kur mirë vinte te Omer ibn Abdulaziz, Omer ibn Abdulaziz i thonte ja Abdullah, o Abdullah, të lutem mos hajde në derën time, kam tur prej Allahut që ti të vish derën time, nëse ke nevojë për mua unë vij te ti. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet të respektohet, duhet dhe ti respektohet dhe familja e tij. Gjithashtu transmeton Imam Shafiu, i cili thot Zaid ibn Thabit ja fal gjenazën nënës së vet. Zaid ibn Thabit, njëri prej dietarëve të mëdhenj, shkon të Ibn Deve, nxiton Abdullah ibn Abbas ja ul devën. Zaid ibn Thabitit ja ul devën. Zaid ibn Thabit thot, o i dashur i pejgamberit Allahut, o djali axhës pejgamberit Allahut, pse veprove kështu? Tha kështu na ka porosit pejgamberi Allahut, të i bëjmë nder dietarëve. O kthi Zaid ibn Thabit, e përqafoi Abdullah ibn Abbasin dhe e puthi ball dhe tha kështu jena urnu të sillemi me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund, ngjarja më tronditse që e kam lexuar është Ahmed ibn Hanbali, i cili me padrejtësi u burgos deri në kohën e Wathikit 8 vite me radhë. Pra vëllezër të ndershëm, koha e Wathikit dhe urnoi Wathiki që ekin prongat Ahmed ibn Hanbali. Ahmed ibn Hanbali i merr prongat dhe e pyet Wathiki dhe thot çka po duan prongat. Tha kam dëshirë të mirë shtinin qefin këto pronga që kur dal për Allahut azza wa jall të jem kundërshtar me argument ndaj atinve që kanë bërë zullum. Ja nisi me çajt Wathiki, kërkoi halallëk prej Ahmed ibn Hanbalit. Ahmed ibn Hanbali tha po ta bëj halal vetëm për një çështë. Tha po ta bëj halal ja Wathik, kej tortura dhe zullumin që ma kanë i bë, për shkak se jeme prej ardhe nga familja pejgamberit Allahut, për nder të pejgamberit Allahut, s'ka mundsi Ahmed ibn Hanbali që Wathikit mos ja bën halal. Pra këto janë ato burra dhe këto janë ata njerëz të cilët kanë thonë kur i shishmi dietarët e hadithit na u doke se po i shohmi shokët e pejgamberit Allahut. Nga respekti i pejgamberit Allahut është të respektohen makamësit e pejgamberit Allahut. Ato që e bartin diturin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse e respektojnë pejgamberin Allahut, duhen të respektohen dhe ato. Nga se pejgamberi Allahut tha unë nuk kam lënë pas meje trashëgimtar që janë ulemat dhe dietar. Ndaj janë ajo burra, ajo njerëz të cilët natën dhe ditën ja cenonin nderin o xhallarëve dhe dietarëve. Vërtet ju jeni ata që respektoni pejgamberin Allahut. Ku e keni nderin ndaj dietarëve? Ku e keni nderin ndaj o xhallarëve? Makamësve të pejgamberit Allahut. Kush ta mësoi hadithin e pejgamberit Allahut? Kush e rujti sunetin e pejgamberit Allahut? Ana janë hoxhallar të dietar? Si ka mundësim një gjalash i cili i ka disa vite edhe ti tenton edhe me pa turp dhe pa more slender të hoxhallar dhe dietarëve pa ngacmu, derisa në kohën e fundit dhe kjo pre alametit, kiametit, bajnë fushat kontra hoxhallarëve, kontra makamësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na nuk pretendojmë dhe nuk thojmë se nuk janë të gabuar, mirë po shqyqoje pasqireve të tonë, sa gabime ke, nëse i rënojnë këta shtila, që na kanë rujt islamin këta treve, me qka kje me rujt, me qka kje me mbrojt dinin Allahut azza wa jall. Pra lusim Allahun azza wa jall, që Allahut të na ban prej atinve, që e dojmë pejgamberin Allahut, e dojmë sunetin e pejgamberit Allahut, e mbrojmë sunetin e pejgamberit Allahut, e dojmë familjen e pejgamberit Allahut, i dojmë shokët e pejgamberit Allahut. Lusim Allahun azza wa jall që Allahut na mbush zemrat plot dashurin ndaj makamësve të pejgamberit Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.